Në 10 vjetorin e çlirimit të Kosovës, me aktivitetet e shumta përshënohet 11 qershori, dita e Prishtinës. Në një akademi solemne, presidenti i Republikës Fatmir Sejdiu ka theksuar se çlirimi është fryti i sakrificës dhe i përkushtimit të shumë brezave. Në ditën e Prishtinës, 10 vjet pas çlirimit, u mbajt Akademia Solemne e Kuvendit Komunal të Prishtinës. Me këtë rast, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu vlerësoi lart sakrificën e brezave të tërë për lirinë. Duke shënuar këtë datë rëndësishme në 10 vjetorin e çlirimit të kryeqytetit Kosovës, ne praktikisht kemi mendjen e gjithmonë vetëm këtij momenti. Për gjithë njerëzit e Prishtinës, për gjithë njerëzit e Kosovës që bën punën më të madhe të mundshme në dekada, për të pas një ditë si të sotmen. Edhe kryetari i Prishtinës Isa Mustafa tha se 10 vjet pas kujtojmë dhunën, vrasjet dhe mizoritë e bëra nga shteti i Serbisë, por me krenari kujtojmë edhe përpjekjet e popullit të Kosovës për liri. Përkujtojmë me respekt rezistencën shumë vjeçare të ideuar nga presidenti Rugova, luftën e lavdishme të ushtrisë çlimtare të Kosovës dhe përkrahjen e aleancës veriatlantike veçmës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe në balë dalin sfidat e ndërtimit të qytetit tonë në një periudhë të jetës qytetare dhe urbane. Më pas, presidenti Sejdiu dhe kryetari Isa Mustafa inspektuan punimet në objektin e ri të komunës në lagjen Arbria, i cili pritet të funksionalizohet në muajin korrik të këtij viti. Në këtë objekt janë investuar 4 milion euro. Është një objekt në një sipërfaqe prej 8500 metrave, në cilën do të zhvendoset sektori përkatësisht drejtoria urbanizmit, drejtoria katastrit, drejtoria shërbimeve publike dhe drejtoria pronës. Ka kushte shumë të mira të punës, është një objekt bashkëkohor i gjamit që mundson kontrollën e plotë të punës brenda dhe hapësira është mbi normativen. Pretendimin e Prishtinës që të jetë një metropol karshik kryeqendrave evropiane, presidenti Sejdiu e sheh si sfidë për pushtetin lokal dhe qendror. Prishtina ka dyfishuar gati popullsinë e saj dhe e them pa sens të keq, po ka ndodhur arsyesoj për shkak të shkatërrimeve të madhe të luftës. Pjesë e madhe e popullsisë së qyteteve tjera apo dhe popullsisë rurale ka ardhur në Prishtinë, andaj kjo është barë për kryeqytetin. Me që është barë për kryeqytetin duhet natyrisht ketë qasje të vazhdueshme dhe besoj se bajnë punë të mirë për të realizuar pritjet e qytetarëve. Kryetari Mustafa mori pjesë edhe në fillimin e punimeve në rrugën Vllezërit Fazliu në lagjen Kodra e Trimave. Në kuadër të ditës së Prishtinës, një delegacion i Kuvendit Komunal të Prishtinës bëri homazhe te varri ish presidentit Ibrahim Rugova në varrezat e dëshmorëve, si dhe pranë përmendores së Zahir Pajazitit në sheshin Nëna Terez. Homazhe pranë kësaj përmendoreje bën edhe bashk luftëtarët e Zahir Pajazitit.